I nderuar Zoti Kryeministër, i nderuar Ministër Mazniku, i nderuar Ministër Gonxha, i nderuar biznese, përfaqësuese të zonës industriale, administrator, miq të mirë të qytetit. Më lejoni rreth parë t'ju falenderoj për praninë tuaj këtu sot dhe t'ju falenderoj për gjithë punën që keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve në zonën tonë industriale. Ku që nga viti 1994, kur filloi edhe privatizimi i shumë ndërmarrjeve të ish metalurgjikut, ky është në fakt që po ndërmarrim sot, është ndër hapat më serioze për ridimensionimin e kësaj zone me një potencial kaq të madh ekonomik për Elbasanin dhe për Shqipërinë. Në fakt ka qenë shumë i paqartë statusi i zonës industriale, ku 3 ndërmarrje shtetërore në faliment, ku një pjesë e tyre zotronin pronësinë, ku infrastruktura ishte e paqartë, pronësia e cilës ishte ka sjell një zhvillim i cili pasqyrohet edhe sot në zonën tonë industriale. Sot në fakt në metalurgji operojnë shumë biznese private, të transformuara nga ish ndërmarrjet shtetërore dhe përbëjnë boshtin kryesor të punësimit në Elbasan, ku vetëm në zonën tonë industriale kemi mbi 4500 punësuar, punëtor dhe cikël ekonomik biznesi. Në fakt, dua të them që vetëm Elbasani ka 7% të GDP-s totale, ku pjesa më e madhe e saj vjen nga zona industriale, nga bizneset e cilët punojnë këtu. Dhe patjetër që ka dhe problematika. Një nga problemet kryesore që kemi diskutuar bashkë para shumë vitesh, dhe ato që kishit ju para 10 vitesh, ka qenë krahu i punës i trajnuar. Dhe bashkërisht kemi bërë kurrikulat për shkollat tona profesionale, dhe bashkërisht kemi bërë një punë të mirë, dhe sot ne flasim për bizneset të cilat rriten në Elbasan, për bizneset të cilat rriten në zonë industriale, për një zonë industriale e cila kërkon zgjerim të vazhdueshëm. Dhe kjo është ajo që ne na jep optimizmin që jemi në rrugën e dur për të bërë punë të mira për Elbasanin dhe për të bërë punë të mira për ekonominë tonë të përbashkët. Një nga kontributit kryesor në Elbasan për ekonominë nga eksportuesit kryesor tonët, dhe patjetër që qyteti është rritur bashkë me ju, është rritur bashkë me bizneset. Pak më parë pa Shermalin, ishim në një nga magazinat që po zhvillohet një kompani e re dhe nga një ndërmarrje Europa e cila prodhonte vetëm për tregun e brendshëm, sot punon për General Electric, punon për Alstom, punon për kompanitë më të mëdha botërore që prodhojnë dhe ndërtojnë hidrocentrale dhe pjesë të tjera elektrike. Dhe sot gjurmët e zhvillimit të Shqipërisë fillojnë nga Elbasani, ashtu siç fillojnë shumë nga kantierët tona, ashtu siç fillojnë me çelikun, ashtu siç po vazhdojmë me ndërtimin e shumë komponenteve dhe kapanoneve të mëdha dhe kryesisht edhe në infrastrukturat e mëdha shtetërore dhe që po ndërtohen në Shqipëri. Ne po rritemi bashkë në zonën industriale, po rritemi bashkë me ju. Dhe këtë bashkëpunim duam ta kemi në vazhdimsi. Problemet që kemi pasur me zhvillimin tashmë ne jemi duke i adresuar ato në një master plan. Vetëm para se të vinim këtu, ishim me shumë arkitekt dhe inxhinier, më të mirë ndërkombëtar, për të krijuar një ide të qartë dhe për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm të zonës tonë industriale dhe për të parë zhvillimet që ju kërkoni. Ne po bashkëpunojmë. Bashkëpunim dhe me Ministrinë, edhe me Ministrinë e Ekonomisë, bashkëpunim edhe me Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe patjetër të Energjisë dhe të Industrisë. Duam të bëjmë më të mirën për menaxhimin e përbashkët të zonës tonë industriale dhe të marrim modelet më të mira tonat. Dua shumë t'ju falenderoj për gjithë kontributin që keni dhënë në Elbasan, për gjithë kontributin që keni dhënë për industrinë tonë dhe për trashëgimin e saj. Dua të falenderoj të gjithëve dhe të ftoj Ministrin Gonxhe për fjalimin e tij të radhës. Faleminderit. Si që dim gjithë, Elbasani ka një pozicion geografik shumë strategjik për industrinë produse, me një potencial që është përtej ati kombëtar, që është rajonal, në njën lidhset koridorit 8 dhe të koridorit blu, të dyja këto në investim, dhe metalurgjiku ndodhet në një pozit sot fantastike për të shndruar në një park industrial. Lidhja me Tiranën, në autostradën e re dhe projektet e reja të investimit, pra të zgjerimit rrugëve dhe bypassit, ajo në drejtim Peqinit dhe Librazhdit, e vendosin Elbasanin në epicentër duke shkurtuar ndjeshëm distancën me doganat, aeroportet, portet, çka lehtëson jo vetëm shkëmbimin
dhe lëvizjen e mallrave, por edhe aksesin e punojësve, që është shumë faktor i rëndësishëm. Rivitalizimi është në fakt jo vetëm sfidë dhe mision, por interes kombëtar, duke e parë në këtë këndvështrim. Ne po punojmë shumë, në bashkëpunim me shumë faktor, aktor, ministri, ekspert për hartimin e politike të re industriale, e cila parashikon rivitalizimin e industrisë në vendin tonë, dhe patjetër që këtu një rol shumë të rëndësishëm luan rigjenerimi i aseteve të vjetra të fjetura, sot një pjesë industriale si metalurgjiku, i cili pavarësisht, dhe për këtë duhet dhe t'ju falenderojmë shumë fort, që ndonë se gjatë tranzicionit në Shqipëri industria humbi vlerë dhe rëndësi, vazhdoi të prodhojë dhe të krijojë industri. Ne sot po hedhim hapin e parë, konkret, drejt krijimit të një master plani për rilindjen totale të parkut metalurgjik. Ky master plan nuk do të përcaktojë vetëm vizionin, apo se si do të duket metalurgjiku në vitin 2030, por do të parashikojë në radhë parë një sër ndërhyrjesh konkrete në infrastrukturë. Patjetër që ndërtimi i një zone të tillë teknologjike dhe industriale ka kosto të mëdha, por parqet industriale luajnë gjithashtu një rol të jashtëzakonshëm dhe të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Pra ato janë një investim me një kthim shumë të lartë. Ato rrisin eksportet, të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe numrin e të punësuarve. Për të dhënë një shembull, vetëm gjatë muajit të shkuar ne lançuam Duranën dhe Teta Tiranën, që është pranë kombinatit e Kasharit, e para është pranë Xhavzote, ku përveç gjithë vlerës së shtuar për ekonominë tonë, presim të punësohen mes 10.000 dhe 15.000 personave me kontratët që po i lidhim një pas një me subjektet të cilat po aplikojnë për këto parqe teknologjike dhe zona tjera ekonomike. Bizneset e mëdha pra, vendase dhe tuaja jo vetëm po afrohen dhe jo vetëm po investohen në Shqipëri, por ato po riformsojnë peizazhin ton ekonomik. Unë nuk dua t'ju marr shumë kohë për t'ia lënë Arbit, që është i apasionuar dhe pas ekranit touch, për ta bërë edhe më të ilustruar dhe më konkrete prezantimin e këtij masterplani. Faleminderit. Faleminderit Blendi. Faleminderit gjithëve, faleminderit secilit për jush për kohën që ka marrë për të qenë në këtë takim, dhe dua të falenderoj veçanërisht edhe kompaninë që na dha mundësinë që ta bëjmë në këtë ambient, për të treguar fakt një element të faktit që brenda kësaj zone, siç e kemi ndërtesa që janë të vjetra, që janë të prishura, të rënuara, kemi nga ana tjetër nga puna e palodhur e disa kompanive, e disa sipërmarrësve, kemi edhe facilitete si ky, të cilat ja kanë dalë të prodhojnë jo vetëm mënyrë ekselente produkte për tregun shqiptar, por edhe për tregun ndërkombëtar. Dhe jemi në një moment shumë të rëndësishëm të zhvillimit të Elbasanit. Elbasani me një seri investime të rëndësishme, lidhjen me Tiranën, lidhjen me rrugën e re që vjen nga Lekaj, nga Rogozhina deri në Elbasan, me bypass-in e Elbasanit që pritet fillojë shpejt, dhe me linjën e re, rrugën e re e cila shkon drejt Qafthanës, po dhe me faktin që jemi duke bërë tashmë projektin e Ekurudhës, i cili është në fazë projektimi, i cili do të lidhi portin e Durrësit me Qafthanën, dhe nëpërmjet Maqedonisë së Veriut do të lidhim Shqipërinë me gjithë rrjetin europian të linjës trenave, e vendos Elbasanin jo vetëm gjeografikisht në zemër të Shqipërisë, siç është, po e vendos dhe nga pikëvështrimi logjistik në qendër të Shqipërisë. Dhe kur ne shohim për mënyrën se si Elbasani do të zhvillohet, më përpara janë 3 polje kryesore, të cilat do të jenë 3 poljet zhvillimore ekonomike të Elbasanit. Në zemër është Kalaja, të cilën ne kemi filluar tashmë bashkë me Fondin Amerikan projektin e rivitalizimit të Kalas, në mënyrë që të synojmë të rreqim sa më shumë turizëm drejt Elbasanit, automotoparkun, cilin do ta prezantojmë sot më vonë gjithashtu, dhe rivitalizimi i metalurgjikut është poli i tretë, po ndoshta dhe më i rëndësishmi mes tyre nga pikëvështrimi i volumeve zhvillimore, duke krijuar 3 polje zhvillimore të rëndësishme për Elbasanin e 2030-s. 2-3 çështje të vogla për sa i përket mënyrës se si kemi ardhur deri këtu. Ne erdhëm para pak minutash në takim me 20 arkitektë huaj dhe 10 arkitektë shqiptar, cilët janë duke zhvilluar sot dhe gjatë ditës nesërme një punëtori ku do kenë mundësi të diskutojnë për vizionin e zhvillimit mundshëm kësaj zone. Pra kush janë idetë
e zhvillimit mundshëm të gjithë këtij territori. Ndaj dhe besoj se është me vlerë ta diskutojmë dhe bashkërisht pak si kemi ardhur deri këtu dhe kush është situata. Metalurgjiu ka një sipërfaqe për 340 hektarësh kur u krijua, 520 godina kishte në kohën e krijimit dhe brenda kishte 47 kilometra hekurudh të brendshme dhe 22 kilometra rrugë automobilistike dhe punonin 12.000 punonjës. Sot nga pikëvështrimi pozicionimi strategjik është 36 km nga Tirana, 73 km nga porti i Durrësit dhe 69 km nga pika doganore e Qafthanës. Të gjitha këto rrugë kanë qenë të vështira, sot me planet e reja do të jenë të gjitha rrugë autostrada me lidhje shumë të shpejta, që do të thotë në terma praktik porti do të jetë jo më shumë se 40 minuta, Qafthana gjithashtu do të jetë në këtë element kohor nga ana e kohës së lëvizshmërisë dhe Tirana është 20 minuta sepse ajo është tashmë e lidhur. Nga pikëvështrimi i pronësisë, sipërfaqja e 340 hektarëve origjinale sot ka 104.8 hektarë që janë pronësi private dhe 235 hektarë janë pronësi publike. Dhe kjo është pak a shumë dhe harta e shpërndarjes së pronësisë, duke dhënë oportunitet për një master plan dhe një koncept zhvillimor nga pikëvështrimi i partneritetit të mundshëm midis publikut dhe privatit. Kemi 53 biznese të mëdha, të gjitha në mëdha që ndodhen këtu. 17 për tyre janë në fushën e tregtisë, 12 në fushën e prodhimit, 10 në fushën e shërbimeve, 8 në fushën e ndërtimit dhe 6 në fushën e fasonerisë. Këto kanë 4.902 punonjës. 700 tregti, 2.594 në prodhim, 211 në shërbime, 607 në ndërtim dhe 711 në fasoneri dhe është një ndër punonësit më të mëdhenj në mos po të ishte një strukturë do ishte punonësi më i madh padyshim në zonë. Shohim dhe 2-3 dhëna financiare që janë shumë interesante. Qarkullimi vjetor i kompanive që ndodhen këtu është 1 miliard euro, 5% e prodhimit brendshëm bruto të vendit gjenerohet nga zona metalurgjikut. Po t'ishte zona metalurgjikut një kompani, do t'ishte kompania më e madhe në vend me një diferencë shumë të madhe nga kompania e dytë. Pagohen nga kompanit këtu, pagohen 76 milion euro taksa vjetore dhe vetëm fondi i pagave i kompanive këtu është mbi 45 milion euro. Të cilat janë paga që i pagohen personave që sa më shpar që janë të punësuar. Që thotë, brenda kësaj strukture, një numër sipërmarrësis dhe ju jeni këtu sot, ja kanë dalë me sukses që të krijojnë copza jashtëzakonisht suksesshme, që eksportojnë në mënyrë sistematike, që prodhojnë produkte të rëndësishme. Ndaj dhe në këtë moment ka ardhur, është pjekur momenti që të ketë një vëmendje të shtuar nga ana e qeverisë për të konceptuar një master plan për zhvillimin dhe potencialisht për ta dyfishuar apo trefishuar volumin e biznesit që bëhet këtu në vitet në vijim. Kush është rruga përpara? Harrova them shumë e rëndësishme, lidhja nga pikëvështrimi logjistik me jeshile kemi rrugën që vjen nga Tirana, me Dverdh poshtë në përbri Lumit, poshtë është rruga që vjen nga Lekaj, me Nyjen lidhës aty, bypassi, gjithashtu dhe në njëjtin aks kalon edhe Kurudha, për të kuptuar që tashmë vendoset në këndin e 3 akseve shumë të rëndësishme infrastrukturore, duke bërë shumë të madhe lëvizshmërinë e këtij dhe të lehtë logjistikën e zonës. Atëherë, ardhimi i masterplanit do kalojë në 3 momente. E para ajo që kemi bërë tashmë një diskutim, siç thash, një plan i ndërhyrjes në infrastrukturë të brendshme publike, rrugë kryesore, kanale kolluese, kanalizime të urave industrial, zeza, ndriçim internet, përcaktimin e nevojave dhe mundësive për zgjerim të bizneseve ekzistuese, një shqetësim që shumë nga ju e kanë ngritur në mënyrë sistematike, nevojën për të zgjeruar, ajo duhet përcaktuar dhe rezervuar ajo hapësirë. Dhe e treta, identifikimi i tipologjive të bizneseve të reja, ICT, data center, teknologji të reja, logjistik dhe bashkëpunim potencialisht me Albanian Investment Corporation, me AICN si një partner i mundshëm për të menduar në mënyrën se si mund zhvillohen copza të tjera në një mekanizëm të ri funksioni bashkëpunues. Një model tjetër që ne duam të propozojmë dhe duam të ndërtojmë bashkë me Bashkinë dhe Ministrinë e Ekonomisë në muajt vijim është krijimi i një bidi. Ne kemi një ligj i cili lejon mundësinë atyre që quhen Business Improvement Districts, një mekanizëm që bashkë ne kemi eksperimentuar tashmë në Tiranën, në Pazarin e Ri, në nivel shumë herë më të vogël, në Korçë apo në Gjirokastër dhe në Shkodër, ku në një zonë caktuar bizneset bëhen bashkë me Bashkinë dhe qeverinë për ta qeverisur në mënyrë të përbashkët atë territor.
këtu kemi të bëjmë një situatë shumë herë më të madhe, por ama eksperienca e suksesshme në mikro na jep besimin që mund të krijojmë një koncept të ngjashëm për të krijuar një mekanizëm bashkëqeverisës për mënyrën se si ndërveprojmë në mënyrë sistematike për ta menaxhuar gjithë zonën. Legjislacioni shqiptar për përmirësimin e zonave të biznesit, BID, ai synon që të krijojmë një ndërveprim për të përmirësuar eventualisht territorin, por dhe për të dhënë më shumë zë kompanive që janë tashmë këtu për mënyrën se si zhvillohet territori. Në thelb, 3 janë objektivat: hartimin e masterplanit, krijimin e BID-it metalurgjikut me një objektiv final që është ne duhet synojmë që brenda 2030-s të dyfishojmë volumin e biznesit që bëhet në këtë territor, duke shtuar në këtë mënyrë punësimin dhe zhvillimin e vendit. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe mezi presit ta bëjmë këtë diskutim në vijim si bashkërisht. Do të ftoja kryeministrin për fjalën e tij. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për kohën edhe për disponimin tuaj për të qenë në këtë takim ku siç e paraqitën parafolësit, qëllimi është të hymë në një fazë të re në transformimin e kombinatit apo më saktë territorit të kombinatit metalurgjik në një park kombëtar industrial i cili ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe për të cilin ne duam të mbështetemi tek një aleancë me të gjithë bizneset që janë këtu të pranishme, jo vetëm për të stimuluar më tutje zgjerimin tuaj, për gjithë ata që kanë kërkesa dhe kanë plane zgjerimi, por edhe për të ndërtuar një koncept të ri në administrimin e jetës përditshme të gjithë territori, që është ai koncept që prezantoi ministri i shtetit për pushtetin vendor, i cili njëkohësisht është i fokusuar në mënyrë të posaçme tek Elbasani. Ne kemi angazhuar një numër të konsiderueshëm arkitektësh, arkitektë të huaj, ndër më të mirët që gjenden sot, dhe arkitektë vendas, po ashtu ndër më të mirët, për të përcaktuar drejtimin e masterplanit. Këtu territori është i madh dhe ka vend për të imagjinuar shumë gjëra, dhe ideja themelore duhet të jetë që ky park duhet të jetë një destinacion për të gjithë, dhe ky park duhet bëhet praktikisht së bashku me automotoparkun, pika që do të bashkojë Tiranën dhe Elbasanin dhe që do ta bëjë Elbasanin pjesë të metropolit të Shqipërisë në dekadat e ardhshme. Pra jo vetëm Tiranë-Durrës, por dhe Tiranë-Dibër dhe Tiranë-Elbasan, duke pas parasysh transformimet e infrastrukturës dhe shkurtimin e distancave, janë faktikisht 3 gjymtyr të kryeqytetit, faktikisht. Dhe që të vish të punosh këtu është një distancë po aq ose edhe më e shkurtër se sa që mund të jetë distanca dhe koha që të merr të shkosh të punosh nga një anë e Tiranës në anën tjetër nganjëherë. Kështu që duhet parë edhe me këtë sy, edhe duhet kuptuar që këtu ka potencial për të hapur kryeqytetin dhe për t'i dhënë një energji dhe një frymarrje të re. E përsëris me të dy këto pika, që
që janë shumë afër njëra tjetrës, parku i kombinatit dhe automotoparku, i cili cirkuitin e Formulës 1 do ta ketë si qershim mbitor, por nuk do të jetë, nuk është një investim thjesht dhe vetëm për Formulën 1 që është 3 ditë në vit, por do të jetë një destinacion i përditshëm, jo vetëm për shumë lloje garash, por mbi të gjitha për sigurinë rrugore. Do të jetë një qendër europiane për rritjen e sigurisë rrugore. Sipas modeleve më të mira që ka sot Europa dhe fal edhe partneritetit ndërtuar me qendrën e sigurisë rrugore në Austri. Tjetra që dua të them është që ne kemi shumë të nevojshme që nga ana juaj të na bëhet me dije, prandaj na duhet të krijojmë këtë tryezë përbashkët dhe orientimi im për të dy ministrat është që ta mundsojnë një gjë të tillë, që ne të na bëhet me dije nga ana juaj çdo plan që keni, sepse ju jeni këtu. Edhe patjetër që ne duam të vinë dhe të tjerë, por ne duam që kjo rrugë të nisi nga ju, nga planet tuaja. Çfarë planesh keni për zgjerimin, çfarë investimesh keni në plan të bëni për mëtutje, cilët për jush kanë një plan të zgjerohen, cilët s'kan plan të zgjerohen, por kanë kërkesa të tjera, në mënyrë që ne me këto të dhëna, apo më saktë këto të dhëna t'i përfshim në bazën e përgjithshme të dhënave për t'u lëshuar pastaj në realizimin e këtij, në konceptimin dhe realizimin e këtij masterplani. Dhe e fundit që kam është që Korporata Shqiptare e Investimeve, AIC-ja, do t'jetë pjesë e këtij projekti, sepse patjetër që përgjithsa u prezantua këtu në mënyrë shumë përgjithshme, do të jetë shumë e rëndësishme që edhe pala shtet përmes instrumentave të vet të jetë e pranishme dhe të planifikoj edhe pjesën e vet të investimeve që do të bëj. Këtu duhet të ketë vend dhe duhet të ketë arsye për të gjitha kategoritë dhe për të gjitha moshat që të vinë në këtë territor. Jo vetëm fabrika, jo vetëm zyra, jo vetëm biznes, por edhe kulturë, edhe sport, edhe arktim për fëmijët, janë të gjitha mundësitë që kjo të bëhet. Ju falenderoj shumë edhe një herë dhe shpresoj shumë në këtë bashkëpunim. Shumë falenderoj. Faleminderit për mirë se ardhin. Unë quhem Hishmet Deda, një biznes materiale ndërtimi. Firma quhet Ermir, emri i dy djemve të mi kanë studiu në Amerikë dhe janë kthy, punojnë me babën e vet në Shqipëri për atë dhëun e vet. Kanë marrë dhe pasaportat dhe punojnë bashkë. Kemi një prodhimi të vogël, plegma quajnë greqisht, për ne quajmë zgara shqip. Për beton nime dhe materiale ndërtimi, nga të parat jam në Elbasan që 5 marsi 93-shit, ka qenë të rruga e kryqëzimit ura kushës aty, prej rruga, po ta që jemi përballë metodologjisë. Kemi ble në privat 1 hektar tokë, e kemi ndërtu, tash i duam të hapmi gjithmonë ke shpresa vdes e funit, një objekt tjera për para, vështërsitë janë ato që thatë ju për t'i ble ose për t'i derdh legët shtetë veçësi, se ka mundore, ka ky e ka ai, ju e thatë para me edhe, kështu që do të arrijmë shumë shpejt. Ne jemi shumë të kënaqur
nga drejtimi juaj, nga drejtimi i nënpunësve tuaj, këto që janë më afër nesh, se bashkë takojmë shumë larg vetëm në për televizora se kur shkoni kështu. Po ne jemi shumë kënaqur. Domethënë kur je i kënaqur s'ke pse të qash. Ne s'qami. Më tepër nuk kemi çfarë themi. Jam super demokrat, po jam me ty. Ja. Tashi, ti je demokrat, ti bish muajt me kokë, kur ke njerëz të mirë që të presin. Trish demokrat, trish mos derës nuk mund të rri. Kur dera më hapet, vetet e zotnia më hapet dera. Kur më hapet dera, sepse ne jemi demokrat, po kemi lënë emrin e mirë. Nuk kemi lënë emër të keq. Kemi bën era sa kemi pas mundësi, jo më shumë se xhepi. Demokrat jemi ne, po jam me ty. Si jam butolla i bim ujit me kokë se të fitoj Sala. Po me që ai të lufton ty, unë s'luftoj. Unë si jam butolla i bim ujit me kokë, unë kthej me zotnin, ai më jep herët, profesori. Ai thoshte hajde bie i derës me shkelm, kur ishte atje zëvendës, u thosh jam rrugaz i derës me shkelm, dera ka dorëzë të Torkras. Po ti jam rrugaz, kisha mësuar me to që tregoj Dumani. Po unë jam mes rrugës. Talo çelën që për te Dumani e kam 10 metra afër. Po se pranova asnjëherë. Fle gjumrat darku. E kam biznes familjar, me çunat e mi lanë Amerikën, morën pasaportat do të them këtu të dy, një e kam këtu mbrapa. Mireli. Ço Mirel? Edhe tjetër është Tiranë. Qysh? Ja, si javim ju ka rradhë ka puna, me moshë ka puna. Duhet të rritni. Jeni të vegjël ju. Faleminderit ju. Përshëndetje. Ju falenderojmë për ftesën rreth para, po më kryesorja është për masterplanin që është organizuar. Fakti që metalurgjia për 34 vjetëve është ta afroj. Nuk kam eksperiencë, më falni. Fakti që për 34 vjetë nuk ka pas në zhvillim të tillë në projekte, dhe unë shpresoj që mos mbetet projekte, po të jetë një realitet. Ju e pat vetë se si është gjendja e rrugës, apo kontributi në GDP 5% që me ministrin e kemi diskutuar dhe më përpara. Unë shpresoj nga që të dy ministrat e linjës në kohë shumë më përpara dhe zotëria dhe sot Mazniku, besoj se do të jetë më afër nesh për të bërë realitet. Edhe një nga pikat, unë nuk e arrita që ta mbaj mend, po e fotografova, është për vazhdimin e zhvillimit të bizneseve aktuale që ne jemi këtu. Sepse realisht ne kemi nevojë për ekspansion, edhe është, nuk e them kështu në mënyrë për presion, kuptimi, po kemi qenë të gatshëm për të thënë një hap në Urmani, sepse jemi kompani që prodhojmë edhe eksportojmë. Kemi qenë shumë afër, gati, po u tërhoqa sepse asnjë punëtor të huaj nuk kam, jam pak nacionalist ka kjo pjesë, edhe pse të shkoj investimi jashtë dhe mos bëhet këtu. Punëtorët mendoj paga minimale është 600 euro deri 1500 euro, pa nuk bëhet fjalë për zezme i fjalë, nuk është turp. Është çerek shekulli 21, kështu që as e kemi menduar ne. Pra ne konkurrojmë denjësisht në Itali, Rumani, Greqi, në Europë, edhe nuk mendoj se është më koha. Jemi taksapagues nga më tregullt, kështu që edhe si shumë të tjerë. Tu në metalurgji, po duam vëmendje dhe faktikisht edhe unë që mora fjalën është e kotë, sepse për këtë çka ju keni ndërmarrë këtë nisëm është absolute, me fjalë nuk është, vetëm që shpresojmë që të realizohet. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Ermal Rula, siç u shpreh dhe kryetari, përfaqësoj një kompani këtu afër, po në zonën industriale. Bashkë me zotin kryeministër kemi pasur dhe shansin të vizitoni kompaninë që është këtu ngjitur Europën. Do të kujtoja, domethënë përsëri për një premtim, shpresoj që ta vëmë në mos mbetet thjesht në letër, mundësinë tonë domethënë për tu zgjeruar, sepse aktiviteti realisht këto vitet e fundit ka qenë gjithmonë në rritje. Por nuk kemi mundësi, domethënë për tu zhvilluar më tej, sepse hapësirat që kemi rreth e përqark mbeten
toka në pronësi të shtetit dhe nuk ka një plan për t'i dhënë për rritjen e këtyre. Një pikë tjetër që shpresojmë dhe këtë po them që mos mbetet thjesht në letër, sa erdha pikërisht nga ky takimi i mëparshëm bashkë me arkitektët dhe shpresoj që kjo të jetë një nisëm siç u shpreh dhe në atë takim, jo thjesht në letër e të merret hidhet, po të marrë një zhvillim të mëtejshëm për rivitalizimin e zonës tu. Janë disa hapa mbase fillestare që duhen bërë, domethënë siç është rasti master planit, por disa pika që janë pak urgjente, domethënë për ne, siç është rasti, siç e përmendi dhe parafolsi zotin Alton. Kjo sistemimi i rrugëve, domethënë të cilat siç kalua, domethënë janë të përmbytura, që dikur kanë qenë, domethënë thjesht disa pastrime kanalesh ose rregullimi i këtyre kanaleve të mbledhjes ujrave të vjen në funksion. Sistemet e ndriçimit përsëri të rrugëve do kishin qenë një hap i parë, le të themi, për të ardhur në ndihmë kësaj zone. Nga herë dhe me batut që e kam bërë zotit kryetar që të paktën këto taksat që ne kontribojmë të kthehen në një farë mënyre, të mbetet diçka dhe këtu të mbetet një shenjë, domethënë. Kjo ishte si para se sa ta marrë fjalën dikush tjetër që t'jem që ta nënvizoj këtë gjë, se është më rëndësi, besoj. Arsyeja pse ne kemi vendos këtë punë në këtë lloj drejtimi tani është eksaktësisht sepse individualisht njëri këtu, tjetri atje nuk shkojmë asgjë kundi, dhe përveç kësaj, jo vetëm nuk shkojmë asgjë kundi, po bëhet e vështirë edhe për ju pastaj, jo ngec këtu, jo shko atje, jo po prit se do të vi përgjigja. Dhe për këtë arsye madje ne kemi kriju edhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, që pjesën që lidhet me këto lloj problematikash dhe me këtë temë të bashkëpunimit biznesit me shtetin për të zhvilluar më tutje aktivitetin e vet, që kishte mbetur si tush si një ngarkesë plus edhe si një gjë dorës dytë padrejtësisht në Ministrinë e Financave, e vum në qendër të vëmendjes me Ministrinë e re. E para, e dyta është shumë e rëndësishme që mos ndodhi që të kemi prapë të njëjtat situata që juve vetë të zgjidhni një përfaqësi, se nuk mund të bëhet puna e përditshme me 55 veta, një përfaqësi e cila nuk besoj se ju keni problem, një hapësirë minimaliste këtu, ku të gjithë të sjellin ato kërkesat e tyre, unë du të zgjerohem, kam kaq, e kam këtë plan, pra që ta kemi dhe ne një ide të qartë nga ju, që mos vjetë puna tek e tek, po tjetë një komunikim dhe në partneritet me bashkinë. Dhe bashkia direkt mund të caktoj personin që të merret me mbledhjen e këtyre informacioneve. Me Korporatën Shqiptare të Investimeve të krijojmë idenë e qartë dhe të vendosim piketat e para. Pra, sa metra katror duhen në total për të gjithë. Ku? Ka situata që mund të jetë aty. Ka situata që mund këtu mos ketë ngjitur, po mund të jetë një territor diku tjetër. Duhet ta përcaktojmë këtë, sepse ajo që kemi vendosur si parim është ekspansioni i biznesit në këtë territor fillon herë nga ju. Pra ju që jeni këtu jeni të parët që duhet thoni çfarë doni ju. Vetëm mos thoni na duhet i gjithë parku. Ju e thoni ju, po
Problemi është që duhet ta keni të mbulume edhe me argumenta, duhet ta keni të mbulume edhe me financë. Jo ta kapim ne dhe pastaj ta bëjnë stërniprit. Pra, juve do filloj nga ju. Ju do thoni ne na duhet kaq. Dhe ne do të kemi dhe ne pastaj me arkitektët do përcaktojmë që nga ato X hektar që ka shteti, XY do të jenë në funksion të bizneseve që janë këtu ekzistuese. Pjesa tjetër është e lirë për të bërë hapësira të tjera për biznes, për kulturë, për sport e tjera tjera. Kjo është e dyta. E treta është të përcaktojmë metodën si do punojmë bashkarisht. Pra juve do të jeni thjesht përfitues në pjesën e biznesit tuaj, apo juve do të dëshironi, cili do për ju që dëshiron, të bëni pjesë e strukturës që do merret me të gjithën. Që do thotë që mund të përfitoni dhe nga pjesa tjetër, se kjo praktikisht do në fund të ditës i gjithë parku do të administrohet nga një shoqëri. Nuk mund të jetë gjë në hava, se një park i tillë kërkon një administrim dhe administrimi nuk mund ta bëj dot. Ta bëj thush që po e lej shteti ose po e lej bashkia, duhet ta bëj një shoqëri ku shteti patjetër ka pjesën e vet, ku bashkia ka pjesën e vet, AIC-ja ka pjesën e vet dhe cili do nga ju që do të bëhet pjesë e kësaj shoqërie, do thotë okay, edhe unë jam gati të futem, do futem me kaq që ato investimet që folëm, jo dritat, jo këto mos janë diçka që vijnë nga, por kjo shoqëria ka master planin, ka dhe plan e investimit, thotë po, do investoj në këtë gjë, do investoj në atë gjë, shteti fut pjesën e vet, ju fusit natyrisht që në këtë rast nuk po ju thot njëri që juve të jeni të merrni barrën kryesore, po nesër pas nesër, kur të vi puna që do vi dikush tjetër, do marrë me qira, nga jo qiraja do marrësh edhe ti pjesën e të ardhurave që merr partneri në një shoqëri. Ju e dini shumë mirë si funksionojnë shoqëritë, kështu që edhe për këtë jeni të ftuar, cili do dëshiron të bëhet pjesë e kësaj. Kush nuk dëshiron është okay, dhe nëse gjithë ju thoni jo, kjo s'na intereson, jemi okay. Por keni parasysh që më vonë kur të doni do janë rrit vlerat dhe do t'ju kushtoj më shumë. Kështu që ju e keni me prova, keni ardhur në këtë grop kur asnjë si afroi, edhe ju ka dalë mirë, por keni marrë risk. E keni marrë risk në fillim se kush vinte këtu në këtë për të bërë biznes. Ju ka dalë mirë. Qofse do doni të merrni nuk është ndonjë risk ky, se kur je me shtetin bashkë, je shumë më i garantuar se sa kur keni ardhur ju merr një tokë me qira dhe fillo bëj gjithë këtë investim që s'di kush të vjen natën e kush të hyn mren. Këto janë pikat që do doja të nënvizoj, kështu jam absolutisht i vetëdijshëm edhe çfarë do të bëjmë ne që juve të keni garancinë e zgjerimit dhe momenti që ne e kemi të qartë, ne atë mund ta fillojmë më herë. Pra, nuk kemi nevojë të presim që të bëhet investime për rrugët e për gjitha pjesën që ju e doni të merrni për të filluar të investu, ne mjafton ta kemi të qartë dhe me një mekanizëm të përbashkët, domthonjë që është për një për të gjithë, themi po, bëhet marrëveshja, edhe nuk rrim të lodhem, jo do shkoj këtu, do shkoj atje, se do ta firmosi ky, se duhet aprovimi atje. E bëjmë thjesht fare si veprimtari. Mund të flas pak? Po. Jo. Kjo gjëja do më thënë për të qenë pak më i qartë, do më thënë se nga momenti i fundit ka kaluar shumë kohë, do më thënë vjen keq që ta përmend këtu në kursi, mund të ketë kaluar, sepse s'kan qenë mbase instrumentat e dur për të arritur kjo gjëja, do më thënë si mund ta vëmë në praktik, edhe mos mbetet thjesht në si premtim elektoral, tash duhet të them. Çfarë ngatron me elektorale? Po jo, prandaj them, mos mbetet. Unë i thash, unë e kërkova këtë takim, se i thash që ne do shkojmë atje për masterplanin, po mirë është i takojmë dhe ata. Po, shumë. Po nuk kam ardhur për elektorale. Jo, e qartë, po me që jemi afër fazës elektorale. Premtim elektoral. Premtim. Dëgjoj këtu. Premtim elektorale bëjnë ata që duan me i fitu zgjedhjet. Po. Ne zgjedhjet i kemi fituar. E ke garantuar, okay. Bëjmë premtime elektorale.
Kemi fitu. Po, pra, po, okej. Më falë. Jo, do më thënë, çfarë instrumentash që do më thënë konkrete që mund të bëhet kjo sa më shpejt? Kjo do ishte pyetja ime, do më thënë, që... Po pra, duhet, këtë thash, duhet që e para juve të bëni inventarin e të gjithë kërkesave të, jo, ti e që jeri si kërkesa, gjithë ju. Sa ju duhet për zgjerim. Territor, se ju për territor për flasim uve. Sa territor ju duhet për zgjerim dhe duhet të mbështesni me një argument pse, se duhet bëj, ku dio, repartin kaq, duhet shtoj kaq punëtor, duhet bëj këtë investim. Dhe mbledhim të gjithë këtë, ndërkohë ne do kemi punuar, se kemi filluar të punojmë me mekanizmin për ngritjen e kësaj shoqërie. Në momentin që ngrihet shoqëria, që është shumë e thjeshtë, si nuk është një burokraci e gjatë, me korporatën, me ministrinë, me bashkinë, këta tre janë partnerët këtu, Ministria për llogaritë qeverisë, Bashkia për llogaritë qytetit, korporata për llogaritë vetes, bëhet statusi dhe në atë moment gjëja e parë që bën shoqëria i jep të gjithë atyre që janë këtu, bën marrëveshjen për fillimin e investimeve. Pra ju filloni me investimet tuaja private. Ndërkohë shoqëria, ndërkohë kemi bërë dhe masterplanin, dhe shoqëria fillon me implementimin e masterplanit. Hap thirrjet kush do të vi këtu, fillon bën investimet për këto që folëm, jo rruga, jo kjo, jo sipas masterplanit. Nëse do ketë, besoj do ketë hapësira kulturore. Për shembull, ata po diskutonin për të bërë një destinacion në një pikë, një muze të arkitekturës, projektet e reja, etj. Për shembull. Ose një fushë sportive. Këtu do futen të tjera institucione që do investojnë. Kjo është ideja. Se fjala kooperativ na bie pak na tingëllon keq. Fjala kooperativ është bashkëpunim. Pra ky projekt me çfarë kuptojnë do jetë një bashkëpunim me pjesëmarrje, kontribon sipas interesit kushdo. Jemi goxha të qartë. Edhe ajo që dyshon normali ka një farë drejtë, po themi deri diku, po faktikisht që të jemi realist, këtë po diskutoni me një dy miq, kanë qenë të gjithë rrugët që zbrisnin për në Bregdet kanë qenë katastrofë. I është dhënë prioritet turizmit, i erdhi ora metalurgjikut e vonuar, që mos themi gjëra që janë të vërteta, që është e vonuar, po më mirë vonë se sa kurrë. Faleminderit. Shiko, e di si është kjo tani, po që për të vonuar, në radhë parë herë është vonuar Shqipëria 20 e kusur vite në një lloj çorodie totale. Se në qoftë se gjërat do ishin marrë me radhë siç i morëm ne në këto vite, po të ishin marrë me radhë që atëre, do ishim në një pikë tjetër sot. Po nga ana tjetër është kollaj ta thush, po dhe ne që i morëm me radhë, mësum nga budallëku dhe nga gropat që hapën tjerët se eksperiencë është edhe kjo. Kështu që patjetër që do kishte qenë mirë të kishim bërë para, po më thuj pak kush do vinte. Ne kemi bërë parkun tani, kemi hap thirrjen për parkun teknologjik të Durana që e quajmë. Sa kemi hap thirrjen, na kanë ardhur, na ka ardhur interesim nga 70 ca kompani. Dhe sa janë 35 që e kanë konfirmuar, nga të cilat shumica janë kompani të huaja që nuk kanë qenë asnjëherë në Shqipëri. Nëse kjo thirrje do ishte hap 5 vjet përpara, nuk do vinte asnjëri. Nuk do vinte asnjëri. Se nuk kishin asnjë besim që mund të ndodhin në Shqipëri këto gjëra. Tjetra, ne sot kemi kërkesa për investime 100 milion euro në turizëm. 100 milion, mos them miliard, në 1 miliard e 2 miliard. Deri para ca vitesh, investimet në turizëm ishin të gjitha të bazuar tek shqiptarët. Çfarë ndërtonin shqiptarët vetë. Nuk konceptoj që të vinin të huajt me kompaniat mëdha të thoshin, më
mundësin të investoj 1 miliard e 2 miliard. Sot janë disa që janë me miliard. Nuk ishte lidhje, strafrohesh. Dhe nga ana tjetër, keni parasysh një gjë që ne, kapacitetet e buxhetit tonë këto janë. Kapacitetet tona për të investu bazuar dhe në kredi këto janë. Sepse ndërkohë duhet të ruajmë të gjithë balancat e tjera, borxhin e tjera. Prandaj unë insistoj që ne duhet futemi në Bashkimin Evropian dhe duhet futemi tani që është hap dera. Është hap dera sepse janë puq yjet. Jo thjesht se ne kemi bërë punën tonë, kemi kriju besim, kemi kriju respekt, tani na vlerësojnë se kjo nuk mjafton. Me ata kjo s'mjafton. Ata duhet kenë shumë të qartë interesin e tyre që të si biznes. Në fund të ditës është biznes. Dhe tani interesi tyre është ky, që të marrin të tjerë brenda për arsye gjeopolitike, për arsye që i dini shumë mirë mos e lot. Mirë, po kjo mundësi nuk është se u hap edhe nuk ka për të mbyllur ndonjëherë. Do mbyllet prapë. Ka pas momente Bashkimi Evropian që e ka pas derën e hapur, edhe ka futur mrena disa vende. Pastaj prapë e ka mbyll. E ka mbyll edhe pavarësisht se çfarë bën ti. Ti mund t'i bësh gjitha detyrat në rregull, thon po, dakord, në rregull, po do shohim. Sepse duhet përputhen interesat. Tani janë përputh interesat, tani ne duhet të hyjmë brenda. Dhe momenti që hyjmë brenda, ne kemi 1 miliard e ca ekstra çdo vit. Sot gjithë mbështetja që kemi marrë ne prej tyre, para se të futej plani i rritjes në funksion, ka qenë diçka më shumë se 1 miliard. Por ama 90% është kredi jo e fortë komerciale, kredi e arsyeshme, po është kredi. 90% është kredi, 10% është grant. Momentin që futemi brenda është e kundërta, është 90% grant. E kupton? Të kesh 1 miliard çdo vit, të kesh 1 miliard çdo vit që të vinë ty për infrastrukturë, të vinë ty për teknologji, të vinë për bujqësi. Ne në gjithë të vitet të qeverisë tonë kemi marrë më shumë se sa gjithë të tjerët në raport me më shumë nga gjithë tjerët edhe në rajon. Në proporcion, më pak se 200 milion euro. Me futin atje 300 milion euro në vit i ka vetëm bujqësia. Po di çan 300 milion euro në vit për ne? Se ne rim të shohim tjerët dhe me Greqia, shikosh bën Greku bën atë që bën, por ama pjesa që bën diferencën atje janë çdo vit që i vinë grekëve nga Bashkimi Evropian. Çdo vit. Kroacia, infrastrukturat, të gjithë vendet e lindjes. Polonia, që të shkosh në Poloni sot thu ku jam, është spektakël. 90% e infrastrukturave i kanë bërë me grantin e me këto parat që po them unë Bashkimin Evropian, miliarda. Ne po bëjmë korridorin 8 tamam për smari tani me rrugë edhe me Kurudh, edhe korridorin blu dhe jemi akoma në fazën më të parë që po marrim për Kurudhat, fondet po i marrim nga ata, por janë kredira. Nuk janë grande. Momenti që hym aty, i kemi grande. Prandaj duhet ta bëjmë këtë hyrje se gjithçka do ndryshoj. Tani patjetër që do kishte qenë mirë, po nëse ky park, nëse ky kombinati do ishte në Poloni, sot do kishte ndryshuar komplet. Por ama kapacitetet e tyre janë tjetër komplet. Janë komplet tjetër. Ju e shihni vet. Besoj unë e shihni ke biznesi juaj. Tjetër ndryshe ju shohin sot. E tjetër besim keni që thoni jemi Shqipëria apo vim nga Shqipëria, se sa kur luftoshit vetë dhe ju shifshin ta bëj mos ta bëj kontratën se s'dihet se ky po merr peng atje. Kjo ka qenë historia. Fal. Me qenë se janë 4 hallka, biznes, ministri, bashki, kryeministri,
të kemi një koordinator. Ju propozoj për profesorin. Po të na e leni, do na bëni mirë. Nuk ka si problem për mu, i thash jo ati, se pikërisht sepse kjo është diçka që duhet më marrë vesh. Problemi edhe herë, gjëja kryesore është që ju të mblidhni të bëni gati pjesën tuaj. Dhe në momentin që ju bëni gati pjesën tuaj secili, pastaj profesori mund të flasë me ju, mund të koordinojnë këtë punë, nuk ka si problem. Ne do bëjmë punën tonë, pra ne, këta do bëjmë punën e tyre, se unë vetëm flasë, nuk punoj. Do bëjmë punën e tyre për të ngritur shoqërinë. Juve në ndërkohë përveç pjesës individuale që vlen për gjithë, pa diskutim, kush është interesuar të futet në shoqëri për administrimin e të gjithës, jo për këtë pjesën tuaj, por për gjithë parkun, do thot unë kam interes, do ndërtojmë këtë shoqëri me partneritet që është qeveria faktikisht në përmes Ministrisë së Ekonomisë, Bashkia dhe korporata, edhe do ecim përpara. Jemi të qartë në këtë pikë, kështu që s'do ketë asnjë arsye pse të vonohej, por ju duhet keni, pra ne tash juve do të keni një përfaqësi tuaj në vetë që ju duhet keni një koordinator tuaj që ta bëjë këtë punë. Doni profesorin, merrni profesorin, s'ka si problem, profesorin në dispozicion është. Faleminderit. Ka ndonjë merak tjetër? Është një vajzë atje në fund. Ti mos e kthe kokën, se ti e vetmja vajzë tu që shoh unë. Je parkut këtu, apo ke ardhur nga Tirana? Nuk ke lidhje me parkun këtu. Është me stafet e juja. Mirë. Se thash një vajzë aty, mos i japim fjalën, s'ka kuptim se tregohemi shumë. Okej, atëherë faleminderit. Rrim në kontakt nëpërmjet profesorit. Jemi në dispozicion dhe ta bëjmë këtë gjë, do ta bëjmë relativisht shpejt. Domethënë ambicia jonë është që deri në tetor nëntor të kemi masterplanin. Të kemi shoqërinë, edhe pastaj të mund të projektojmë në buxhetin e vitit ardhshëm që bëhet nga nëndori, të mund të projektojmë fillimin edhe të financimeve sipas mundësisë që do jetë, dhe ndërkohë juve t'ju bëjmë gjithë ato, t'ja u plotësojmë ato kërkesat që keni. Besoj që jemi në rregull me këtë plan. Rregull. Dakor? Faleminderit. Faleminderit.